Edhe kjo javë filloi pa ndonjë zhvillim të ri në lidhje me konstituimin e kuvendit. Megjithatë, përpjekjet për të quar përpara këtë proces vazhdojnë, megjithse pa sukses, duke reflektuar një situatë të bllokimit institucional. Edhe tentimi 36 për të konstituuar legjislaturën e 9 dështoi siç po ndodh rëndom për më shumë se 2 muaj. Partia parë, Lëvizja Vetëvendosje, insiston në bllokimin e kuvendit, nuk jep edhe sot asnjë shajt vetëm të cilët janë për t'i hapur rrugë zgjidhjes dhe konstituimit të kuvendit të Kosovës. Por gjendja aktuale sikur po I konvenon dikujt sipas LDK-s. Një kaos I tillë institucional ju konvenon të gjithë keqbërësve, të gjithë atyre të cilët po rrin në pozita. E pavarësisht se s'ndrojnë qëndrim, dome që ja sjell vendit mos konstituimi I kuvendit I din edhe në partinë fituese. Dhe Kosova vetëm falë për kushtimit të qeverisë për të bërë reforma ka përfituar nga ajo marrëveshje, pra bëhet fjalë për 90 milion euro me 0% kamat. E shpresat I kanë tek përgjigjja e gjykatës kushtetuese ata që vetë dërguan votimin e fshehtë për interpretim. Edhe pak ditë bën 60 ditë, pra jemi në ditët e fundit të përgjigjes. Po shpresoj që na hap rrugë pra me shku përpara. Sidoqoftë edhe një tentim tjetër do të jetë të mërkurën e 25 qershorit si tentativa e 37.